Një drejtues mjeti në gjendje të dehur, rreth moshës 40 vjeçare, ka përplasur mjetin e policisë duke kërkuar që t'i shmanget kontrollit policor. Nga kjo një polic ka mbetur i plagosur lehtë. Ngjarja ka ndodhur këtë fundjavë në lagje numër 15 në zonën e Kënetës në Durrës, në momentin kur një patrull policie i ka kërkuar të ndalojë dhe shoferi jo vetëm që nuk ka qëndruar, por ja ka mbathur me shpejtësi në errësirë në rrugicët e lagjes. Pasi uniformat blu e kanë ndjekur, shoferi ka goditur me makinë duke ecur ndjetro dhe ku përpasoi ka marrë disa dëmtime të lehta njëri prej policëve. Efektivi i goditur, pasi kontrolli mjekësor në spitalin e Durrësit, është larguar prej aty në gjendje të mirë shëndetësore. Drejtuesi i mjetit pas testimit që i është bërë, ka rezultuar në gjendje të dehur dhe është vënë në pranga. Aksidenti ka ndodhur konkretisht pranë zonës ku ka ndodhur dhe aksidenti tragjik i 2 javë më parë që tronditi marrë opinionin publik. Atje ku shoferi i dehur, Nikol Radaçi, i mori jetën 2 fëmijëve të mitur dhe la të plagosë rënd një fëmijë tjetër.